Hetuesit e Kombeve të Bashkuara akuzuan Izraelin se ka kryer gjenocid në rripin e Gazës me qëllim të shkatërrimit të palestinezëve dhe fajsuan kryeministrin izraelit Netanyahu dhe zyrtar të tjerë të lartë për nxitje. Komisioni i pavarur ndërkombëtar i hetimit i OKB-s, i cili nuk vepron në emër të organizatës botërore, konstatoi se gjenocidi po ndodh në Gaza dhe vazhdon të ndodh, tha për agjencinë e lajmeve AFP kryetaria e komisionit Navi Pillay. Përgjegjësia bie mbi shtetin e Izraelit, theksoi ajo. Hetuesit theksuan se që nga tetori 2023 autoritetet dhe forcat izraelite kanë kryer 4 nga 5 veprat e gjenocidit të përcaktuara në konventën e vitit 1948 për parandalimin dhe ndëshkimin e gjenocidit. Ambasadori izraelit në Kombet e Bashkuara të martën i hodhi poshtë kategorikisht gjetjet e komisionit hetimor se Izraeli ka kryer gjenocid në Gaza si një shpifje. Ambasadori Daniel Meron e quajti raportin skandaloz dhe të rrem, duke thënë se ai mbështetej në statistika të rreme, parashikime apokaliptike bazuar në të dhëna të dobta.